Në Rumani tregohet për një gojdhën shumë të çuditshme që është e përhapur shumë në një zonë të caktuar, ku një njeri ka jetuar 400 vjet. Po, ne do ta marrim si një legjend, por dëgjojeni me kujdes, sepse në fund dua që ta lidh me disa gojdhëna të lashta shqiptare, ose më mirë disa legjenda. Pra, le ti marrim këto si legjenda, por le ta diskutojmë. Në një zonë të caktuar të Transilvanjes në Rumani, ka një fshat të vogël. Gjithë vendi, lugina e këtij fshati, quhet Lugina e Zezë, ende sot. Dhe në luginën e Zezë ndodhin disa fenomene vërtet të çuditshme. Ndonse kanë kaluar më shumë se 100 vjet, aty vazhdojnë që të ndodhin fenomene të çuditshme. Tregohet për një njeri që jetoi për 400 vjet, sepse ai kishte bërë një pakt, që sipas tij kishte bërë një pakt me rojtarët e natës. Por çfarë ishin rojtarët e natës? Sipas gojdhënave, të flitet të paktën rreth viteve 600, 500, 600, një gjë e tillë, dhe kjo gojdhënë është ende e përhapur sot në këtë zonë, siç thash, të Transilvanjes, në këtë luginën. Madje lugina ende sot, siç u thash, verifikohen disa fenomene vërtet të çuditshme. Dhe ky zotëria ishte, le të themi, kryeplaku i fshatit. Quhej Zaroviç. Zaroviç ishte ende i ri dhe donte që të martohej, ishte momenti që do martohej, po në atë kohë, pra në kohën e viteve 1500-1600, ja dhuronin që të vogël fëmijën dikujt tjetër. Pra, thoshin që ky fëmijë do martohet me atë familje. Njëkohësisht edhe për djalin, por edhe për vajzën. Dhe ai e donte këtë vajzë. Mirë po vajza ishte përcaktuar që të shkonte tek një familje tjetër. Dhe kjo e bëri që ai të acarroj shumë dhe donte që të bënte disa vrasje, qoftë të njeriut që do ta merrte, por edhe të njerëzve që po punonin për këtë, pra që të çonin vajzën atje. Bile donte që të vriste edhe tatin, sepse shkoi tek ati, foli me të dhe i tha që e donte. Mirë po ati tha që ishte e caktuar se ku do shkonte. Dhe kështu si përfundim, ai shkoi në periferi të fshatit, ku aty është një breg. Dhe teksa ishte aty në breg, ndodhte një fenomen i çuditshëm që thash një nga këta fenomene ishte mjegulla. Mjegulla verifikohej një herë në javë, pra çdo të premte verifikohej kjo mjegull. Sa po hynte dimri, gjithë vendi, pra gjithë ajo zonë aty dhe është e çuditshme sepse fshati është në mes dhe janë gjithë kodrat përreth. Dhe duket sikur kjo mjegulla vin nga hiçi, sepse nuk ka në përbrigje, por zbret aty në këtë lugin dhe e rrafshon gjithë luginën dhe mbulohet gjithë lugina me mjegull. Dhe gjatë netëve të mjegullës shfaqen disa qenie, që sipas gjasave dhe gojdhënave të vendit, janë rojtarët e natës. Dhe sipas gojdhënave, këta rojtarët e natës e kishin takuar, pra u përballën me këtë zotërin, pra me Zaroviç. Dhe ky tha se çfarë kishte ndodhur. Dhe ata i thanë se çfarë duhet të bënte. Mjaftonte vetëm një pikë gjak. Një pikë gjak që ata ta shkëmbenin me anë të një gote me verë. Pra brenda gotës me verë të hidhnin një pikë gjak. Ta shkëmbenin. Një pikë gjak do ta hidhte Zaroviç dhe një pikë gjak do ta hidhte njëri nga këta rojtarët e natës. Thash, le ti marrim këto si legjenda, por dëgjojeni me vëmendje. Si përfundim, nga ajo natë, Zaroviç ndryshoi totalisht. Ata i thanë se çfarë duhet të bënte dhe me se duhet të ushqeshin, si duhet të ushqeshin, dhe çuditërisht në muajt dhe vitet në vijim, ajo zonë u bë lakmi për vendet e tjera, sepse filloi që të kishte begati, të shtonin të mbjellat,
të vjelat, çdo gjë, madje edhe kafshët të shtonin bagtin. Dhe kjo bëri që të ishte një vend jo vetëm i lakmuar, por që të mund ta doni që ta pushtonin. Dhe si përfundim, si ishte në atë kohë që ishte me principata, doni që ta zaptonin. Dhe rojtarët i kishin premtuar një gjë, që askush nuk do të mund të guxonte që të hynte në këtë vend. Dhe ashtu ndodhi. Askush nuk mundi që të hynte në atë fshat, derisa erdhi një moment. Megjithatë, përpara se të tregoj për momentin gjatë viteve, këto fenomene, pra fenomeni i mjegullës që shtrihej në të gjithë fshatin, nuk verifikoi më në çdo të premte të çdo jave, por filloi që të reduktohej, dal nga dal, dhe nuk kuptoi se përse. Dhe një ditë, teksa bisedonte Zarović me fshatarët e zonës që tashmë ata e njihnin si fenomen, sepse ja u kishte treguar që ky kishte bërë një pakt me rojtarët e natës, u tha që në qoftë se do të vi dikush tjetër nga një vend që nuk i përket principatës son, juve do e dërgoni tek unë. Mirëpo, me kalimin e kohës kuptuan që të gjithë që kishte disa spiun, dhe spionët vinin nga Vatikani. Donin që të kuptoni se çfarë po ndodhte në këtë zonë. Dhe edhe ndonse reduktoheshin ditët, pra ato ditët, netët, ku mjegulla mbulonte gjithë fshatin, gjithë familja, jo vetëm Zarović, por gjithë familja, jetonin shkëlqyeshëm. Të gjithë kishin për të ngrënë, të gjithë ishin të gëzuar, ai kishte bërë pakt me të gjithë, dhe të gjithë e njihnin këtë. Por askush nuk donte që ta thoshte te i fshatit, që mos ta dinte kush. Si përfundim, një mbrëmje, shtëpia e Zarovićit së bashku me familjen u dogj. Nuk dihet se ku përfundoi. Disa thonë që në mes ishte Vatikani, sepse nuk donin që të kishte dikush një lidhje me disa qenie që nuk ishin njerëzore, dhe të mund të jetonin më gjatë, sepse sa më gjatë jetosh, aq më shumë informohesh dhe aq më shumë kupton. Dhe me sa duket që nga ajo ditë çdo gjurmë e familjes Zarović u zhduk. Megjithatë, bëhet fjalë për vitet 1900 ca. Dhe tregohet që kishin kaluar tashmë rreth 400 vjet parafërsisht, dhe familja Zarović u shfaros e gjitha. Tani dikush thotë që u dojgjen brenda shtëpisë. Të tjerë thonë që dojgjen shtëpinë dhe ikën për të humbur gjurmët, kurse të tjerë akoma thonë që i morën në Vatikan për t'i kontrolluar dhe për t'i egzaminuar. Megjithatë, doja t'ju thosha, në një histori të tillë, që thash do ta marrim si legjendë, ne jemi të programuar që të jetojmë deri në 120 vjet. Okej, dakord. Duhet të dini që tashmë pikërisht nuk ka pak ditë që kanë zbuluar se si të rindërtojnë, pra të riformatojnë telomerët. Telomerët e kemi thënë dhe më përpara, që gjenden në ekstremitetet e kromozomeve, janë ata që përcaktojnë vdekjen e njeriu. Se kur do vdes, sepse vdesin qelizat, vdes edhe njeriu. Dhe këta telomerët, nëse shkurtohen, i japin urdhër qelizave që të vdesin, pra vdesin qelizat. Dhe me sa duket, këta telomerët mund të modifikohen edhe në mënyrë natyrale. Çdo të thotë kjo, do të thotë që ka disa teknika që askush nuk i njeh, nuk diskutohet, dhe mundet që specie ose forma të tjera jete që nuk janë njerëzore dhe janë më të zhvilluara se njeriu, mundet që t'i njohin dhe mund t'i modifikojnë këto telomerat e njerëzve në mënyrë artificiale ose dhe natyrale. Ne nuk e njohim këtë, në qoftë se ata kanë ndërhyrë, pra në qoftë se kanë ekzistuar dhe në qoftë se kanë ndërhyrë në mënyrë artificiale. Megjithatë, kjo është një gojdën tepër e përhapur, por ka edhe diçka tjetër që ndodh ende në këtë fshat
që ju thash në këtë lugin, jo në fshat, në luginën e zezë. Tashmë verifikohet shumë rrallë, shumë më rrallë se sa herët e tjera, që ajo lugin, pikërisht aty, në atë lugin, mbulohet e gjitha me mjegull, ende sot. Ka disa raste, jo gjithmonë, por më rrallë. Por ekziston edhe një fakt tjetër shumë i çuditshëm. Pas viteve 1900, kur shkuan që të masnin me aparatura, që të bënin të shtronin rrugët, dhe shkonin që matën me instrumenta, që të masnin se si ku do t'i vendosin rrugët. Dhe çuditërisht silleshin në mënyrë të çuditshme që të gjitha. Madje valët e radiot të përgjithësi, për frekuencat e radiove, nuk funksionojnë si duhet të funksionojnë. Mire, fillimisht nuk funksiononin fare. Tani, me disa antena kanë bërë një sëri antenash, rreth e rreth, dhe prap nuk funksionojnë si në vendet e tjera. Ndonse ai vend, duke qenë një lugin, duhet mjaftonte vetëm një antenë, e megjithatë ka me 10 antena, dhe sidoqoftë ai vend aty është mjaft i çuditshëm. Pra, edhe në mënyrë frekuence, është vërtet një mister lugina e zezë. Megjithatë, thash që në fund doja që ta krahasoja me disa gjëra shqiptare. Sa legjenda kemi, Gjergje Lezalia me Balozin e Zi. Kush ishte Balozi i Zi? Ne e kemi trajtuar si një legjend gjithmonë, por po sikur të ishte një qenie. Një qenie që nuk ishte